SPAK I kërkon prokurorisë së Fierit të hetojë kandidaten e Partisë Socialiste për deputete. Zegjinet Caushi akuzohet se kërcënoi qytetaren dhe I bëri presion për votën. SPAK ka përfunduar hetimet ndaj kandidates Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Fierit Zegjinet Caushi dhe ka dalë në konkluzionin se nuk jemi përpara veprës penale korrupsion aktiv në zgjedhje, por mund të jemi përpara rastit të konsumimit të 3 veprave të tjera penale që janë në kompetencë të prokurorisë së Fierit. Konkretisht bëhet fjala për dyshimin për kryerjen e veprave penale, shpërdorimi I detyrës, përdorimi të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore dhe kanosja apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Për këtë arsye SPAK ka vendosur që të mos regjistroj procedim penal për korrupsion aktiv në zgjedhje dhe t'i kaloj dosjen prokurorisë së Fierit që të kryej veprime hetimore proceduriale për këto 3 vepra penale të tjera. Hetimet e SPAK kanë të bëjnë me një audio përgjim të publikuar në media ku kandidatja Partisë Socialiste Zegjinet Caushi shfaqet duke kërcënuar një qytetare dhe duke I bërë presion për votën.